qeveri në 2013? Pra beson që është ky rotacion? Unë nuk mendoj që është e vështirë. Njerëzit shikojnë nëse i krijohet mundësia dhe akomodimi për të jetuar në vendin e vet, padyshim çdo emigrant mendoj që kthehet, sepse të jetosh në vendin ku ke lindur është më mirë se sa në emigracion. Sepse raste që ne kemi komunikuar me qytetarë që janë në emigrim, thonë që shkojmë në emigrim, jetojmë, por kushtet janë më të mira, natyrisht, por nuk është sepse po bëjmë një jetë siç mund ta bëjmë në vendin tonë. Padyshim, është një jetë e mbyllur, është një jetë që shkojnë në punë, shtëpi, por nuk kanë kohën për të ndarë me familjet e tyre dhe për të bërë një jetë më të çlirshme nga ajo që bëjnë në Shqipëri. Ndërkohë, Selami Jenisheri ka deklaruar që do t'i jap PD-s 25.000 vota, Gjuzi thotë do t'i jap shumë vota, e kam pasur në studion time. Sa vota do t'i jepni koalicionit, Rivelino? Pra, partisë kryesore, zotit Berisha. Sa synoni? Shiko, synimet mund t'i themi sot, por natyrisht ne kemi një strukturë të gjerë, ku e kemi shtrirë në mënyrë kapilare, dhe kemi një pritshmëri goxha të lartë. Por nuk mund të flas për numra. Nuk mund të flas për numra, por dihet që ky komunitet është i shtrirë në të gjithë territorin. Dhe padyshim ne kemi komunikime të vazhdueshme me ta, premtime të vazhdueshme me ta, ngelet për të parë në kutitë e votimit. Ndërkohë ti më the do kandidoni me 2 ose me 3 kandidata, po jo? Pa diskutim, ne do të kandidojmë në qarqet ku ne kemi bastionet më të mëdha politike. Në listat e hapura. Ndërkohë, qeverisja e zotit Rama, kaq negative ka qenë për Komitetin Egjiptian, si e shikon? Më jep një koment. Po pa diskutim sepse zoti Rama nuk është marrë me subjektin ku ata e kanë krijuar vetë, të themeluar, por ai është marrë gjithmonë me shoqëri civile për shkak sepse i menaxhon më kollajshëm. Dhe kur nuk ka dashur që ata t'i proklamoj ose t'i vendosi aty ku ata meritojnë të jenë. Dhe sot po të shohësh kur nuk ka pas kandidat në rradhët e komunitetit. Po sot ai shikon që është një parti e rreshtuar në opozitë dhe ka sërish përdor një standard të tillë që gjen disa njerëz dhe i vendos në lista për të thënë që po, un kam dhe nga pjesa e këtij komuniteti në lista. Që kështu ne jemi të hapur me të gjithë komunitetin për të përfaqësuar shtresat nevojë. Po ndërkohë Partia Demokratike dhe ajo lista të hapura do të fusi apo jo? Pa diskutim. Po njëta gjë ndodh apo? Shiko çfarë, unë të thash diçka tjetër që ka të bëjë me aspektin e qasjes, që Rama nuk ka pas qasje pozitive ndaj nesh. Ne kemi qenë rreshtuar në... Keni tentuar komunikim apo? Jo, nuk kemi tentuar komunikim për shkak sepse ai ka dyert e mbyllura. Ai ka thënë haptasi që ne nuk bëjmë koalicione, nuk do të bëjmë marrëveshje me asnjë parti politike, ne do të garojmë vetë dhe do të fitojmë vetëm këtë zgjedhje. Dhe si pasojë e kësaj, ne nuk kemi si të mund të bëjmë një kërkesë kur shohim një deklaratë. Po më shkojnë disa njerëz, pse nuk shkuat te zoti Basha? Apo vajtet te sigla, te PD-ja? Ne ndjekim siglën, nuk ndjekim liderat. Rivelino, për ta mbyllur, kam një pyetje të fundit, sa mandate mendojnë që merr koalicioni i zotit Berisha për Shqipërinë madhështore? Unë mendoj që koalicioni do të jetë fitues. Jam bindur për këtë. Sa mandate plus minus apo? Unë mendoj. Je shumë i kujdesshëm me shifrat. Jo, realisht nuk kam qejf të deklaroj shifra për shkak sepse ende nuk është ajo situata e cila ne duhet të flasim me numra. Dhe sigurisht që momenti kur ajo situatë do të rindiset dhe do të filloj fushata, aty dhe ne do të shohim sinergjinë e çdo kujt që do jetë edhe verdikti final pasaj për çështjet e mandatit.